Kështu u than brëm në tubimin elektoral të LDK-s, ku ishin kandidatët e LDK-s. Prezantimin e bëri kryetari i Degës Dritan Selmanaj, drejsa kandidatët prezant shpalosën pjesë programore të LDK-s. Si në çdo bashkëbisedim, kemi dëgjuar nga afër shqetësimet e tyre, e veçanërisht për gjendjen në shëndetësi, mungesën e barnave, pritjet e gjata për shërbime, mungesën e privatësisë gjatë trajtimit dhe sfidave të tjera që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve. Takimi veçantë i djeshëm ishte ai me banorët e Korishës dhe fshatrave përreth. Salla mbushur plot energji e jashtëzakonshme dhe entuziazmi i madh rikthyen kujtimet e viteve të 90-ta, kur LDK-ja përfaqësonte shpresën, unitetin dhe besimin e qytetarëve. Kjo mbështetje fuqishme është dëshmi se qytetarët janë të vendosur për ndryshim, kudo që po shkohet po njet fryma fitores, besimin një të ardhme më të mirë dhe vullnetin për ta kthyer Kosovën në rrugën e zhvillimit dhe dinjitetit. U tha në Korish, e ku kandidatët premtuan se do të jenë zëri i tyre në kuvend. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.